Në Shqipëri ndërmarrjet me pronar ose bashkëpronar të huaj përbëjnë 5.3% të totalit të bizneseve aktive në vend. Megjithatë, ndikimi i tyre në tregun e punës është shumë më i lartë. Këto biznese punësojnë rreth 12.8% të forcës së punës, duke dëshmuar rolin e tyre të rëndësishëm në ekonominë shqiptare. Pjesa më e madhe e këtyre ndërmarrjeve vjen nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilat përfaqësojnë 60.7% të totalit të ndërmarrjeve të huaj dhe përbashkëta. Brenda kësaj kategorie, Italia dhe Greqia zënë një vend të veçantë, së bashku ato përfaqësojnë 46.4% të ndërmarrjeve të huaj aktive. Ndërmarrjet janë të përqendruar në 3 bashki kryesore. Tirana mban vendin e parë me 64.8% të tyre, pasuar nga Durrësi me 10.9% dhe Vlora me 5%. Ky përqendrim tregon qartë prirjen e bizneseve të huaja për të investuar në qendra urbane dhe portuale me potencialin ekonomik më të madh. Të dhënat e vitit 2024 tregojnë se numri total i ndërmarrjeve të huaja dhe të përbashkëta në Shqipëri ka arritur në 7.700 me një rritje prej 1% krahasuar me një vit më parë. Dy shtetet që shënuan rritjen më të madhe ishin Turqia me 12.4% dhe Kosova me 12.1%, duke treguar interes të shtuar për investime dhe bashkëpunime ekonomike nga këto vende. Në krahun tjetër, ndërmarrjet italiane dhe greke kanë pësuar një rënje të netë, Italia me 3.2% dhe Greqia me 3%, një tregues i mundshëm i ngadalësimit të investimeve apo mbylljes së disa bizneseve ekzistuese. Rënje po ashtu regjistrohet edhe nga bizneset nga Izraeli në vitin 2024, krahasuar me vitin 2023. Sipas Instat, pjesa më e madhe e bizneseve të huaja të përbashkëta operojnë në sektorin e shërbimeve dhe janë ndërmarrje të vogla me 1 deri në 4 të punësuar.